Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit të Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë një vizite në spitalin klinik në prani të kryetarit komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar e investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli i përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të parapara. Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitja edhe për projektin e një garazhi në kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovë. Projekti parashikon rindërtimin dhe modernizimin e bllokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vijon të jetë i papërdorshëm uji i pishëm në Gostivar. Kryeministri Istria Mickovski sqaroi se në këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si i tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Mickovski tha se në ujë nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Istria Mickovski. Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes SUA-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua. Sipas Gazmet Bardit, mazhoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin. Sipas Bardi, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend, sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalluldër të Zubin Potokët është se ato mund t'i përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas tij, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë e pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja e Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.